Elementi tjetër çka duhet bëjmë është të kërkojmë falje edhe nga njerëzit. Tash kemi gabime krijes me krijues. Edhe kur ka krijesa, edhe kur krijesa bën gabim, dhe kur robi i Zotit bën gabim karshi i Zotit, i drejtohet Zotit, o Zot, më fal, se bona mëkat. Mirë, po ndonjëherë na jemi njerëz dhe ju himi ndërhak njerëzve, krijesa ndaj krijesës. Nëse unë kum bo gabim ndaj ndonjë njeriu dhe nëse unë kum bo zullum te dikush, atëherë unë duhet të kërkoj falje te personi në fjalë. Unë duhet të kërkoj falje te personi që i kum hinder hak, te personi të cilit i kum bo padrejsi, te personi të cilit unë i kum bo zullum, atëherë çka duhet të kthehesh te personi dhe t'i kërkojsh falje. O filan, ma van Allah. O filan, kum bo gibet për ty. O filan, të kum marrë në përgoj ty. O filan, ta kum gjitën një sen që se ki pasën ti. O filan, ti kum marrë do pare ti. Të kum vjedh. Borx të kam. E ke pa tjetër t'ja kthesh borxhin, e ke pa tjetër t'ja kthesh atë hak të cilën ja ke marrën me padrejsi. E këtu Allahu dhul xhelal nuk ndërhin. Ti dush me kërku falje. E çka nëse ai e ke shpërdor? Jo e ke shpërdor, por nuk ta pranon faljen. Thotë jo, hiç bile më shumë i dhrohet. Jo, shiko tash, na nuk duhet jemi mendje mëdhej kur të shkojmë te ai edhe na kërkoj falje. Por na duhet të jemi të përulur edhe të themi kum ardhën me faj. Kom marrë me faj po kom marrë për hir Zotit, ma fali që këtë gabim të cilën e kom bën ndaj teje. Fshehur asi. Po. Edhe ti je i sinqert. Po. Në këtë rast ku ti je i sinqert dhe ti thuish, kështu ka qenë puna, do parë që ka tu patën hupën para disa vjetëve, një mall që ka tu patë hupën dyqan, ta di se atë mall unë ta kom marrë. Por jam pendu dhe du të më kërkojsh falje edhe po ta kthej mallin. Se ai ka drejt të ta kërkon, edhe nëse e kërkon dhe ja kthen, atëherë faktikisht falja është në rregull.